Brikena dhe Mateo kanë treguar më shumë nga historia e tyre e njohjes 4 vite më parë. Mateo është shprehur se shkaku që ata nuk folën më ishte ndërhyrja e familjarëve të Brikenës, të cilët kur ai kishte shkuar për të atakuar atë në Prishtinë, ata I kishin prerë rrugën duke mos e lënë të atakonte banoren. Brikena: Unë desha ta filloj të them që kur Mateo ka hyrë ja kemi dhënë dorë njëri tjetri, dhe tham që këtu jemi në lojë. Ai takim bet para 4 viteve. Kur ai shkon te Kristi dhe hap diskutimin, jep detaje që unë nuk jam dakord. Kur e pyes më thot jo nuk e kam thënë. Më ka mashtruar në prime thot po. Unë jam ndjer keq, kam prit të më flas ose të më thoshte ndonjë gjë për këtë temë. Kurse si e nuk e kam bërë për tu hakmarrë që e çova në nominim. Nuk dua ta ul, është çun shumë I mirë. Unë nëse flas me një person do kem respekt, kam respekt për Mateon. Doja ta bëja të ndihej heq siç më bëri ai mua. Unë ta kthej me të njëjtën monedhë. Unë jam protektive sepse nuk ja di qëllimet Mateos në lojë. Ai vjen për të luajtur këtu dhe unë tërhiqem. Kemi shkëmbyer mesazhe dhe jemi pa një herë. Kur jemi pa, nëse do kishte interes do kishim vazhduar të takohemi. Nuk kemi pasur interes të përbashkët dhe kemi lënë aty. Ka pasur edhe arsye të tjera, por kryesorja ka qenë që nuk ka pasur përputhje. Nuk ka pasur as puthje, as përputhje. Ai nuk ka ardhur për ta ma penguar mua lojën, por për të bërë lojën e vet. Ai do ta shfrytëzoj takimin ton për lojë. Në atë kohë ai më shumë I dhën pas meje. Mateo: Problemi është që unë nuk e kam perit reagimin e Brikenës në këtë mënyrë. Kam dashur t'ja la asaj hapësirën të tregoj se çfarë ka ndodhur. Nuk ka ndodhur asgjë e keqe. Ka pasur një puthje. Ka qenë një takim ku janë shkëmbyer puthje. Familjarët e Brikenës kanë ndërhyrë. Problemi është që ne jemi njohur në Instagram dhe aty Brikena më ka befasuar nga mënyra se si fliste. Është e njëjta Briken si atëherë dhe sot. Pas shumë kohësh kemi folur bashk, ka qenë pëlqim nga të dyja anët. Jemi takuar në Prishtinë ku shkëmbyem edhe puthje. Ditën tjetër kam shkuar ta takoj. Kur isha duke pritur më tha do presësh diku tjetër jo këtu ku kam banesën. Unë sorollatesha derisa të vinte Brikena, aty më pret rrugën një makinë. Më afrohet dikush te xhami dhe më tha çfarë ke ti Brikenën. Unë u shtanga duke folur me atë, I them e kam shoqe. Më tha e di babai I saj e ti frekuentohesh me Brikenën. I thash kam ardhur thjesht ta takoj. Në atë moment ai telefonon baban e Brikenës, ma kalon mua në telefon. I thash që ne vetëm sapo kemi filluar të njihemi. Më than lëre këtu këtë gjë. Kur u shkëputem më thot Brikena hajde më merr. I thash kështu më ndodhi. Më tha hajde pa merak. Kur I ka prap ta takoj më ndodh prap e njëjta skenë. Pastaj vjen daja e saj më tha çfarë do ti këtu. Më tha jo mos e tako, merr të atin në telefon dhe më tha lër këtë muhabet. U vura para një përgjegjësie që nuk e mbaja dot. Nuk mund ta merrnim këtë përgjegjësi. I binte të trashnim muhabetet pa filluar akoma. Më pas kësaj kemi folur për pak dhe pastaj vendosëm të ndalojmë së foluri. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.